4.613 familje në të gjithë vendin kanë përfituar ndihmën ekonomike në mënyrë abuzive. Një inspektim i Shërbimit Social Shtetëror ka nxjerrë në pa se nga këto familje, plot 1.601 prej tyre janë përfshirë me dashje në këtë skemë abuzive nga komunat dhe bashkitë, të cilat janë hartuesit e listës së personave që duhet të marrin ndihmën ekonomike. Pjesa tjetër, prej 3.012 familjesh, kanë paraqitur dokumentacion jo të saktë. 465 familje janë në qarkun e Kukësit, 577 në qarkun e Elbasanit, 208 në qarkun e Dibrës, ku 70 janë familje të antarëve të Këshillit të Komunave apo kryepleqjve të fshatrave, 140 familje në qarkun e Shkodrës, 99 në qarkun e Gjirokastrës, 73 familje në Tiranë dhe 9 familje në Fier. Të gjitha rastet abuzive janë larguar menjëherë nga skema e ndihmës ekonomike, ndërsa janë propozuar 127 masa administrative, 7 largime nga puna, 99 vërejtje me paralajmërim për largim nga detyra, si dhe 21 gjoba me nga 1 dhe 2 paga për personat përgjegjës.